Ke shumë përvojë. Cili është një rast që të ka mbetur në mendje? Një rast që më ka ngelur në mendje është një vajzë, unë e them vazhdimisht edhe në për leksionet e mia, dhe ne si profesionist nuk do duhet që të flasim ose të mendojmë për ashpërsinë e autizmit që në momentin që përballemi me fëmijën, por do duhet të shikojmë ecurinë dhe mënyrën se si ai ecën dhe zhvillohet në sajt të terapive. Ka qenë një vajzë nga Shkodra e cila vjen në qendrën ku unë punoja në moshën 2 vjeç e gjysmë dhe e kam parë vetëm duke qarë, duke bërtitur, duke qëndruar pranë nënës të vet, më duke sikur nuk kuptonte asgjë dhe kam thënë më vjen shumë keq për këtë familje sepse pas ka vajzën në një gjendje shumë të rëndë, një formë shumë të rëndë të autizmit. Ndërkohë që me rritjen me terapitë e ofruara me kujdesin familjar, kjo vajzë arriti që u ndoq në qendrën tonë rreth 4-5 vjet, pastaj u shkëput, nëna vazhdoi terapitë edhe më vonë. Dhe kur ishte në moshën 12-13 vjet, nëna vjen me një fletore në dorë, më takon dhe më thot: "Doktoresh, erdha të falenderoj thot për punën që keni bërë dhe gjithë shërbimet, por dhe të informoj se në çfarë situate është vajza." Dhe më tregon fletoren sinqerisht që nuk kam parë shkrim më të bukur dhe asnjë gabim nga fillimi deri në fund të fletores, dhe thot që vajza është ndër të parat në klasë. I vetmi problem që ka është kjo pjesa e hipersensibilitetit ndaj zhurmave, sepse haruam që ta themi që është një nga simptomat, që e ka të vështirë të dalë në rrugë pasi nga zhurma, sidomos të biçikletave, dhe Shkodra është gjithë biçikleta, kështu që ka filluar një lloj izolimi, por që për pjesën akademike është e para. Kështu që aty kam reflektuar dhe kam thënë që do duhet ta ndjekim, ta shohim në dinamikë dhe pastaj të themi që është rast i lehtë apo i rëndë. Po një rast që e ke peng, si nuk u morëm më shumë, si nuk e shpëtuam dot, ka? Patjetër që po. Nuk varet vetëm nga ne, mund të varet edhe nga kujdesi i familjes, angazhimi, se të jemi të hapur sot, prindrit do duhet të punojnë, do duhet të mbajnë familjen, kanë angazhime të tjera ose distancat, largësia, zonat më të thella, kanë vështirësitë e tyre, kështu që patjetër që kam jo një rast, po disa. E kuptoj. Edhe unë do ta mbyll me një mesazh për nënat. Për fat keq unë kam folur me shoqatat. Shkojnë shpeshherë në divorc familjet kanë shkuar të paktën. Në divorc familjet me fëmijë që kanë problematik, baballarët i duan, por ka raste që dorëzohen. Kryesisht rrinë nënat, ka dhe raste të kundërta që babai është shtylla e shtëpisë, por këti prindit që ka marrë përsipër botën, le të themi, ka marrë përsipër ta risë këtë fëmijë dhe bota kundër e ka marrë këtë fëmijë për dorë dhe ecën. Çfarë do t'i thuash? Në fakt unë kam 2 mesazhe. Pra, mesazhi i parë është për prindrit të cilët e dinë që diçka nuk shkon, por nuk e pranojnë, do duhet ta pranojnë sepse ndryshe nuk e ndihmojnë dot fëmijën e tyre. Dhe mesazhi tjetër është për prindrit të cilët e dinë dhe janë të ndërgjegjësuar për problemin e fëmijës, do thoja shumë punë dhe shpresë. Punë dhe shpresë. Kështu da mbyllim, unë të falenderoj shumë Anita, ishte shumë kënaqësi që biseduam. Shikojmë në episode të tjera. Faleminderit. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.